Jo vetëm presidentin francez Emmanuel Macron, por për herë të parë Shqipëria do të presë në një vizitë zyrtare një kryeministër britanik. Në komunikimin live me ndjekësit, kryeministri Edi Rama bëri me dije se homologu i tij britanik, Keir Starmer, do të vijë për një vizitë zyrtare në Tiranë para samitit të Komunitetit Politik Evropian që do të mbahet në vendin tonë me 16 maj. Rama tha se për herë të dytë në Shqipëri kthehet një vizitë zyrtare dhe presidenti francez Emmanuel Macron, vizitë që do të përkojë në mes të muajit maj në ditët kur në Tiranë zhvillohet dhe samiti, në të cilën do të marrin pjesë liderët më të rëndësishëm të Evropës. Duke u ndalur te situata e brendshme, Rama tha se nesër do të bjerë gongu zyrtar i fushatës për zgjedhjet e 11 majit. Kreu i qeverisë u shpreh se do të nisi një cikël takimesh me fuqinë e tyre kryesore, që janë gratë dhe vajzat. Kryeministri nuk kurseu ironinë ndaj këshilltarit amerikan të Partisë Demokratike, Chris Lacivita, teksa një komentuese pyeti se sherifi po zbret në qytet. Rama tha se zgjedhjet po afrohen dhe do të shihet qartë se kush do të zbres dhe kush do të bjerë me 11 maj, duke shprehur edhe një herë bindjen e triumfit të partisë së tij. Policia e Fierit ka zbardhur dinamikën e plagosjes së nënë e bir një ditë më parë, ku pati dhe të shtëna me armë zjarri. Për ngjarjen policia arrestoi 66 vjeçarin Afrim Cimili, ndërsa shpalli në kërkim djalin e tij, Ali Cimili. Sipas policisë, sqarojnë se Suzana Mercina dhe djali i saj u plagosen nga goditja e motomjetit, me të cilën ata lëviznin nga automjeti zhdritonte shtetasi i shpallur në kërkim. Dyshohet se Afrim dhe Ali Cimili, për shkak të një konflikti të mëparshëm ndërmjet 23 vjeçarit dhe 26 vjeçarit, kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të motomjetit, me cilën lëviznin në bir. Në vend ngjarje janë sekuestruar gozhoja dhe prova që do të shërbejnë hetimit për këtë ngjarje. Gjithashtu janë sekuestruar njëri prej automjeteve të përdorur prej autorëve dhe 3 celular. Policia ka zbardhur plagosjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme në rrugën e Dibrës në Tiranë. Policia ka identifikuar dhe arrestuar autorin e ngjarjes 32 vjeçarin Franci Canaj. Ai qelloi me armë 29 vjeçarin Gerald Hoxha pas një sherrri për vendin e parkimit. Bëhet me dije se Canaj qelloi taksistin Gerald Hoxha pasi kishte zënë parkimin. Autori i ngjarjes rezulton person me precedent të mëparshëm penal. Në vitin 2016, Canaj ka qenë i arrestuar në Itali për drogë dhe prostitucion. Mësohet se i plagosuri Gerald Hoxha ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërkaq vijnë veprimet intensive për lokalizimin dhe kapjen e autorit, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje, njofton policia. Përgjatë viteve të fundit, Shqipëria ka ndërmarrë një sër përpjekjesh për modernizimin e sistemit të pagesave me qëllim lehtësimi dhe rritjen e pagesave të kryera në formë elektronike nga qytetarët. Sipas raportit vjetor të Bankës së Shqipërisë, zhvillimet pozitive në fushën e pagesave elektronike kanë sjellë një rritje të përdorimit të tyre duke arritur në 23 për frym në 2024 dhe të kaluar objektivin prej 10 pagesash për frym që ishte vendosur në vitin 2023. Kjo rritje ka ardhur si rezultat i përdorimit më të madh të kartave terminaleve, POS, bankomateve, përveç funksioneve bazë informim mbi gjendjen e llogarisë, aplikacionet e bankave po përdoren gjërësisht dhe për kryen e pagesave online. Datat nga raporti tregojnë se numri i pagesave përmes home banking u rrit me 22% në krahasim me 2023-shin, ndërkohë dhe numri i terminaleve POS është arritur me 27.61% në vitin që lan pas. Infrastruktura e POS-eve të ofruara nga banka tregtare ka rezultuar në rritje të konsiderueshme, që tregon një familjarizim të bizneseve me ofrimin e shërbimit të POS-eve dhe një reagim pozitiv ndaj kërkesave të klientëve për pagesa me kartë.